Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti Shkrimit Shëndimi në datën 24 korrik dhe kisha jonë ortodokse na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 17, vargu 10 dhe vargu 18. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetrave. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Vall, pse skripët thonë se duhet vi më parë Ilia?" Dhe Jesu ju përgjigj: "Vërtet Ilia duhet të vijë më parë dhe të rivendosë çdo gjë. Po unë po e them se Ilia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur, madje u sollën me të si deshën. Kështu edhe Birit e Njeriut do t'i duhet të vuajë prej tyre." Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për Joan Pagzorin. Kur erdhen afër turmës, një burr ju ofrua dhe duke u gjynxuar para tij, tha: "Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë. Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ata nuk mund ta shërojnë." Dhe Jesu duke përgjigju tha: "O brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë." Atëherë Jesu i qortoi demonët dhe ky doli nga djali që nga i çast djali u shërua. Pra kjo është pjesa e Ungjillit sipas Mateu kapitulli 17 vargu 10 dhe vargu 18. Etrit e kishës e kam parë këtë si një pjesë që na tregojnë një mësim për ardhjen e Krishtit, rolin e Joan Parens dhe Pagzorit si parendës, por dhe mungesën e besimit dhe fuqisë së Perëndis mbi të keqen. Mungesën e besimit pra të nxënësve. Por le ta komentojmë varg për varg dhe të themi çfarë thon Etrit. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Vall, pse skripët thonë se duhet vi më parë Ilia?" Dishepujt, pra që po vinin mbas shpërfytërimit të Krishtit nga mali Tabor, Pietri, Jakobi dhe Joani e pyetën Krishtin: "Vall, pse skripët thonë se duhet të vi më parë Ilia?" Pas shpërfytyrimit, dishepujt e kishin parë profetin Elia dhe profetin e Mojsi në krah të Krishtit, dhe ata kujtonin këtu profecinë e Malakias që thoshte se Elia do të vinte para Mesias. Është Malakia 4:5. Pyetja e tyre tregon se ata ende po përpiqen të kuptonin misteret e Perëndis, por në mënyrë racionale. Shënjë Angu i Arti shpjegon se dishepujt nuk dyshonin në Jesuin që ai u shpërfytyrua në mali Tabor, por kërkonin të kuptonin rendin e ngjarjeve sipas shkrimit. Edhe ne sot pyesim pse Perëndia nuk vepron në mënyrë që e presun. Por besimi rritet kur mësojmë të kuptojmë planin e Perëndis, jo vetëm pritjet tona. Ashtu si dhe besimi i nxënësve u rrit kur Krishti u shpjegoi shkrimin, i cili u përmbush tek ai. Dhe këtë e shikojmë në vargun 11. Dhe Jesu përgjigj: "Vërtet Ilia duhet vi më parë dhe të rivendosë çdo gjë." Pra, Jesu e pranon profecinë që kishte thënë Malakia, sepse ai kishte folur nga Shpirti i Shenjtë, por e shpjegon në mënyrë shpirtërore. Rivendosja e çdo gjëje nuk do të thotë se Ilia do ndryshojë politikën dhe botën materiale, por se ai do të përgatitë zemrat e njerëzve për ardhjen e Mesias. Dhe Etrit e lidhin këtë mision të Elias me misionin e Joan Parens dhe Pagzor, i cili, po ashtu si na thuhet tek shkrimi të Ungjillit sipas Lukait, erdhi me frymë dhe fuqi të Elias. Pra, para se Krishti të ndryshojë rrethanat tona, ai kërkon të ndryshojë zemrat tona. Dhe si e bën këtë? Duke dërguar lajmëtar, të cilët na e përgatisin zemrat tonë me pendim dhe përurësi. Dhe duhet dim se pendimi është fillimi i çdo ripërtëritje. Lexoj vargun 12. "Po ju them se Elia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur, madje u sollën me të si deshën. Kështu dhe Biri i Njeriut do t'i duhet të vuajë prej tyre." Vim në vargun 12. Jesu i tregon një tragjedi shpirtërore. Njerëzit nuk e njohin atë që Perëndia e dërgoi. Joan Pagzori u refuzua dhe u vra nga njerëzit, flasim nga Herodi, po kështu edhe Krishti do të refuzojë. Siç vepruan me parencin e Krishtit, do të vepronin edhe me vetë Krishtin. Shënjë Rënimi thotë se verbëria e njerëzve nuk ishte sepse Perëndia nuk u foli, por sepse zemra e tyre nuk ishte gati të dëgjonin. Kur ata nuk dëgjuan parencin e Krishtit, Joanin, parencin, nuk do dëgjonin as fjalët e Krishtit. Njeriu mund të ketë një uri fetare, por të mos njohë praninë e Perëndis. Rreziku më i madh është të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe të mos lejojmë që ai të ndryshojë jetën tonë. Pra kemi një besim sipërfaqësor, artificial, hipokrizi, ose siç e shpjegohet, një besim sintetik, si një lloj bime e cila nuk është natyrale, është artificiale, po ajo nuk prodhon.
Kështu fatkeqësisht ndodhe besimi i disa të krishterëve që mbështetet vetëm në traditën dhe vetëm në festa dhe jo në përjetimin e besimit. Por le të vijmë dhe në vargun 13. Atëherë dishepujt e kuptuan se kishte folur për Joan Pagëzorin. Kuptimi erdhi gradualisht tek dishepujt. Jesui nuk u zbuloi gjithçka me njëherë, sepse dishepujt duhet të përpiqeshin shpirtërisht me veten e tyre. Pra, Zoti jo çdo gjë na jep gati, por ai na jep, si them, gjërat bazike dhe neve duhet të mendohemi dhe të interpretojmë. Ky është misioni që ka kisha, dhe kisha nuk na jep mendimin thjesht të një individi, por na jep ndërgjegjen universale të kishës, që është ndriçimi i Shpirtit të Shenjtë të shumë etër të shenjtë, të cilët e kanë interpretuar shkrimin e shenjtë. Prandaj, dhe interpretimi që bën kisha ortodokse është interpretimi pa gabueshëm, sepse nuk më të shtetet tek njëri. Kurse interpretimi që bëjnë heretikët, që thonë atëherë ky është një interpretim që lë për dëshiruar dhe gabon, sepse një njeri mund gaboj. Kurse një ndërgjegje universale e kishës nuk gabon, sepse ajo mban të pandyshuar fjalën e Zotit, por dhe mësimin e apostujve. Duhet kuptojmë dhe diçka. Shpesh kuptimi shpirtëror vjen me kohë. Pra, Perëndia na i zbulon hap pas hapi. Mos pretendojmë që me të lexuar një shkrimin e shenjtë dhe neve do ta kuptojmë gjithë domethënien, por duhet i rikthehemi dhe duhet për ulemi mësimit të kishës për të njohur të gjithë të vërtetën kuptohet sipas masës së besimit tonë. Vim në vargun 14 ku na thuhet: kur arritën afër turmës, një burr ju ofrua duke u njerëzuar para tij. Pra, tashmë Krishti me apostull kishte zbritur nga mali Tabor dhe u përball me turmën. Gjyzimi i këtij babai është shenjë besimit dhe përurësie. Pra, një baba ai u përul përpara Krishtit. Ai nuk vjen si dikush që kërkon të urdhërojë Jezuin, por si dikush që kërkon mëshirë. Shën Efremi, Siriani, e sheh këtë baba si figurën e çdo njeriu që sjell dhimbjen e tij para Krishtit. Lutja jon përpara Zotit duhet të fillojë me porositë. Kur njeriu pranon kufijtë e tij, ai hap zemrën për ndihmën e Perëndisë. Prandaj është e mirë që përpara se ne të fillojmë lutje, le të bëjmë një rikthim vetes për ta pranuar veten ashtu siç jemi. Dhe kush jemi përpara Zotit dhe përpara vetes, dhe pastaj të fillojmë të drejtohemi Perëndisë. Se ndonjëherë ne harrojmë se kush jemi dhe çfarë kemi bërë dhe fillojmë me kërkesa, dhe këto kërkesa janë në mënyrë arrogante, sikur Perëndia e ka detyrë na japi, por aq më tepër sikur ne i meritojmë, në kur mund të jetë krejt e kundërta. Të flasim të për vargun 15. Tha: Zot ki mëshirë për birin tim sepse është epileptik dhe vuan shumë, shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë. Pra, në këto vargje na tregohet sëmundja e birit. Etrit këtë nuk e shikojnë vetëm si sëmundje fizike, por dhe si një pamje të gjendjes së njeriu të roboruar nga fuqitë shkatërruese. Epilepsia është një sëmundje që edhe shkenca e mjekësisë nuk ja ka gjetur diagnozën e saktë. Pra, atë vrrullin e papërmbajtshëm të neuroneve. Nga se shkaktohet. Por, siç edhe e shikojmë dhe në fund të leximit, ishte një demon që shkaktonte këtë çekuilibër mendor. Flitet edhe për zjarr dhe ujë, simbolizon rreziqet e paqëndrueshmërisë e jetës pa Perëndin. Kur njeriu është pa Perëndi, ai është një vegël e të keqes, e katastrofave natyrore, pra e rreziqeve që e rrethojnë nga gjitha krahët. Shumë njerëz sot bien në zjarr dhe ujë, dhe këtu e flasim në thonjza, në varësi, në dëshpërim, në zemërim, në frikë ose në mëkate që i shkatrojnë. Krishti është ai që sjell lirim dhe çlirim. Dhe nëse neve jemi fëmijë të vegjël dhe nuk kemi aftësi për të kuptuar dhe për t'u drejtuar Perëndisë, këtë detyrë kanë të rriturit, e kanë prindrit. Prindrit duhet të çojnë fëmijët tek Krishti nëpërmjet lutjes tyre, besimit tyre dhe tek kisha e Krishtit. Siç shkoi edhe ky baba te Krishti për kërkuar mëshirë për djalin e vet epileptik. Në vargun 16 lexojmë: tani unë e solla te dishepujt e tu, por ata nuk mundën ta shërojnë. Dishepujt kishin marrë autoritet nga Krishti për të shëruar çdo sëmundje dhe lëngat, por fuqia nuk vinte në veprim prej tyre. Duhet dinë se apostujt këtë nuk e kishin fuqi të vetvetes, por e kishin të dhuruar. Ajo vinte nga një lidhje e tyre me Perëndin nëpërmjet Krishtit.
Prandaj Shën Joan Gojarti shpjegon se Perëndia ndonjëherë lejon dështimin e shërbëtorëve të tij që tregoj se ata nuk e kanë fuqinë nga vetvetja, mos të harrojnë se kanë dhuratë dhe duhet ta mirë menaxhojnë me përgjegjësi atë. Pra, nuk duhet mbështetemi vetëm tek njerëzit që paraqiten si vetar, por ne mbështetemi nëpërmjet njerëzve tek Krishti. Pra, këta njerëz nuk i kemi qëllim në vetvete. Për shembull, edhe prifti nuk është qëllim në vetvete, ose një jeron nuk është qëllim në vetvete, ai duhet na çojë ne tek Krishti. Nëse ai nuk na çon tek Krishti, atëherë ai nuk e kryen funksionin. Njerëzit mund na ndihmojnë për të na çuar tek Krishti, por është Krishti i cili na shpëton. Dhe na shpëton nëpërmjet fuqisë së Perëndisë. Pra, kështu janë të lidhura gjërat derisa shkojmë në shpëtimin përfundimtar. Nga njerëzit tek Krishti, nga Krishti tek Perëndia. Vim te vargu 17. Dhe Jesui duke përhyrë tha: "O brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë." Pra, le të flasim edhe për këtë varg. Kjo nuk është një zemërim njerëzor. Pra, fjalët e Krishtit nuk janë thjesht një pasion njerëzor, por dhimbja e Perëndisë për mungesën e besimit. Dhe këtu e kemi fjalën jo tek turma, por e kemi tek apostujt. Prandaj Jesui qorton jo vetëm turm, por dhe dobësinë shpirtërore të dishepujve që kishin kaq kohë me Krishtin, dhe prap ata kishin atë, si them, dyshimet e tyre, por edhe gjithë fuqinë Krishti ja kishte dhënë për shëruar sëmundje lëngat në popull dhe larguar demon, dhe ata prap nuk mund ta vinin në veprim. Shënqëria Aleksandris shpjegon se Krishti qorton mungesën e besimit sepse ajo pengon veprimin e hirit. Pra, apostujt dështuan sepse rrezikuan ta shikonin këtë gjë si një profesion dhe jo si një dhuratë, si një shërbim që duhet bëhet gjithmonë me përgatitje shpirtërore, me besim, me përulësi, me përkushtim. Pyetja sot është: deri kur do t'ju duroj? Është e njëjta pyetje që bën Krishti. Është një thirrje për të zgjuar shpirtërisht klerik edhe laik, sepse Krishti kërkon besim të gjallë, jo vetëm fjalë fetare dhe ceremoni fetare. Në vargun 18, që është dhe vargu i fundit për sot, ne lexojmë: "Atëherë Jesui e qortoi demonin dhe ky doli nga djali dhe që nga ai çast djali u shërua." Tani shikojmë veprimin e Krishtit. Fjala e Krishtit ka autoritet absolut mbi të keqen. Ai nuk përdor fuqi magjike as fraza, por urdhëron si Zot. Dil prej këtij. Shën Athanasi i Madh e mëson se Krishti erdhi për shiruar njerëzimin nga robëria e djallit dhe vdekjes. Ka një lidhje të mëkatit, sëmundjes dhe vdekjes. Dhe këto i menaxhon djalli. Pavarësisht se mos kemi mëkate personal, por kemi mëkate të trashëguara dhe mëkate që janë në botë. Kështu që ky mëkat është si një lloj virusi që na prek të gjithëve, dhe patjetër që në mëkat ka fuqi djalli, i cili mëkati patjetër sjell sëmundjen shpirtërore, mendore dhe trupore. Dhe kjo sjell edhe vdekjen, edhe shpirtit, edhe të trupit. Dhe Krishti erdhi për të shkatruar gjithë të zinxhir të mëkatit, që është djalli, mëkati, sëmundja dhe vdekja. Prandaj, neve duhet të kuptojmë sot këto fjalë. Asnjëherë errësirë nuk është më e madhe se fuqia e Krishtit. Asnjë fuqi demoniake nuk mund të rezistojë urdhrit të Krishtit. Shërimi mund të vijë menjëherë ose edhe përmes një rruge të gjatë, por burimi i shpresës mbetet vetëm Krishti. Prandaj, nuk duhet kemi dyshim se kur vemi te Krishti nëpërmjet kishës dhe shërbëtorëve të kishës që janë klerikët, me uratat e tyre që Krishti po na dëgjon dhe do veprojë. Patjetër që çdo lutje ka përgjigje. E para, ajo që neve lutemi bëhet, ajo që ne lutemi nuk do bëhet se nuk është mirën tonë, dhe ajo që ne lutemi do kohë për të bërë. Pra, Zoti gjithmonë vepron te njeriu. Mesazhi kryesor i kësaj pjese ne mund ta përsërisim është: mos u mjafto nga njohuria fetare pa hapur zemrën. Krishti kërkon besim, jo vetëm kërkesa. Duhet sillim dhimbjet tona te Jesui, siç i solli babai i këtij djalit epileptik. Dobësia njerëzore nuk kufizon fuqinë e Perëndisë. Pendimi dhe besimi janë rrugët e ripërtëritjes. Në traditën e etërve, ky djalë i smur shihet edhe si një figurë e gjithë njerëzimit, i plagosur nga mëkati, i paaftë të shpëtojë vetveten, por i shëruar kur i afrohet Krishtit me besim
dhe me besimin e babait të vet. Prandaj kemi detyrë të çojmë veten te Krishti, të çojmë fëmijët tanë te Krishti dhe patjetër te Krishti që është në kishë, në misteret e kishës, në uratat e kishës, patjetër do vi shpëtimi, siç erdhi edhe tek ky djalë. Edhe pavarësisht besimit të pakët që mund kenë shërbëtorët e Krishtit, prap në kishë është Krishti, ai e ka fjalën e fundit. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim dhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.